kisha ish vjerën time, ajo ka qenë edhe akoma është, unë e falenderoj me gjithë zemër, ajo është një nën heroin, që nëse ajo po e shikon, kur ta shikoj këtë, dua t'i them që e dua shumë, gjithçka që ka bërë për mua, e ka bërë edhe për Lukasin, nuk janë njerëz të rrallë, janë nëna të rralla. Dhe ajo më ka dhënë frymëzimin kur isha me Lukasin, që sa kur e mora vesh, edhe vazhdonte jetë, po do e cekim pak më vonë. Domethënë më tha, të keqe mami, tha, nuk e nga jam ban, kjo ishte fati jot, edhe nuk do japësh një drejtim, sepse po nuk e bëre ti, kush do ta bëj? Po nuk je ti për atë, kush do jetë aty për atë? Mua më ngeli në mendje ajo fjala që the ky mua më ka. Mua djali im vetëm mua më ka, dhe unë e gjej veten që shumë shpesh kur isha në ato momentet e mia të vështira pas lindjes, i thoja vetes, ai vetëm mua më ka, dhe jep çow, gjej forcën edhe pse e lodhur, pse nuk mund ta ankohem tani kur dëgjoj historinë tënde.